A individualisti ka filluar sezona dimërore dhe duhet të posedoni në automjet pajisje dimërore. Nga 15 nëntori ka nisur sezoni dimror në komunikacion, prandaj policia ka rritur nivelin e kontrollit në trafik. Zëdhënësi i policisë Kosovës për rajonin e Ferizajt, Toger Agim Gashi, tha se asgjë nuk ka ndryshuar nga vitet e kaluara në rregullat dhe ligjin për komunikacionin, përpos që janë shtuar masat e sigurisë në trafik. Toger Gashi tha se qytetarët duhet të respektojnë ligjin dhe nuk është e thënë që moti është i mirë e pangrica, shoferët duhet të jenë të pajisur me goma të dimrit, por edhe me zinxhir. Ligji nuk ka ndryshuar. Planet operative kemi përpiluar dhe kanë filluar të zbatohen për sezonën dimnore. Janë me theksue, janë shtuar patrollimet, janë shtuar pikat e kontrollit, e këto të gjitha me qëllim që të sigurojnë qytetarëve dhe ngasëve të autonjeteve në komunikacion sa më të mirë, që të ketë edhe aksidente ma pak, e sidomos ato me fatalitet. E për qytetarët, gomat e përdorura nuk janë alternative, por secili thot se është goma e re, ajo që është e mirë, ndërsa çmimi është i lirë krahasuar me rrezikun që paraqet në trafik një makinë me goma të vjetra. Mendoj që gomat janë nishme mesatar, mund me kanë ashta ma lirë, po shumica besoj që kerët private ma shumë nuk kujdesen. Sa i përket firmave sa shohën e punojnë teren që e gati 7 vjetë, firma zakonisht kujdesen për gomat dimrit. Për këtë vit nuk e di, vitin e kalum ka qenë çmimi arsyeshëm, se jemi pajis vitin e kalum me ato që na duhen për dimër, për pajisjet dimrore, po mendoj për zinxhirët e pneumatik. Gomat nuk janë shtrejt, për sigurinë nuk janë shtrejt. Për sigurinë e komunikacionit, jo. Se qytetarët po pajisen me goma të dimrit e than edhe shitësit dhe montuesit e gomave. Sipas kompanisë Tire Center, çmimet e pneumatikëve variojnë në bazë të brendit dhe madhësisë së tyre. Tash e ka nisë sezona, tash është pi 15 muaj që ka filluar sezona. Apo vinë apo kërkojnë gomat përdorta më shumë se zakonisht? Jo, më shumë treja. Më shumë treja, i kanë ikë tash më përdorta më shumë treja. Çmimet apo sillen tash volitshëm në krahasim me vitet e tjera apo çfarë do sillen? Tash çmimet janë pak më të lira se vitet e tjera. Qytetarët janë vëdësuar me çit gumë të re. Po, çmimet janë vorë për dimensionit edhe për brendit. Për shembull, sa sillet çmimi më i lirë dhe çmimi më i shtrenjtë? Po, pe 27 euro, 26, 7 deri në brendit ka 400 euro, 500 euro për çon. Kërë të vogla. Gumë vjetër nuk ka, ose guma vjetër ka aksiz, e kështu që guma re gati barazohet me çmim gumës vjetër. Edhe pak ka kërkesë për çmim për gumë vjetër. Në Kosovë, për dallim nga disa vende evropiane, përdorimi i pajisjeve dimrore është rregulluar në bazë kohore, pra nga 15 nëntori deri më 15 mars, shoferët obligohen që të kenë në mjetet e tyre motorike pajisjet dimrore.